Situata ku ndodhet autoriteti kombëtar i ushqimit dhe kapacitetet analitike është alarmante, për faktin sepse menjëherë duhet vendor për riorganizimin e laboratorëve dhe krijimin e qendrave ose laboratorëve të fuqishëm të mbështetur me pajisje instrumentale dhe me kapacitete humane të trajnuara në mënyrë që të jenë në gjendje të bëjnë këtë kontroll dhe të detektojnë pesticidet të cilat përdoren sot në bujqësi. Nuk është e lehtë, unë dua të them që ka ndërmarrë akuja një reformë të laboratorëve, që në reformën e kam thënë përpara në studio, po e them dhe sot që për mendimin tim e ka filluar gabim reformën e laboratorët. Është Ministria e Bujqësisë dhe Zhvillimit Rural, Autoriteti Kombëtar i Ushqimit në strategjinë e zhvillimit kapaciteteve analitike që lidhen me akun, mendojnë që të zhvillojnë ose të riorganizojnë diku te 5 ose 7 laboratorë. Janë shumë për vendin tonë. Referuar investimeve që duhen për fushën po flas për fushën e pesticideve, për pajisjet instrumentale. Të krijosh një laborator për të përcaktuar pesticidet për shembull në matricat ushqimore dhe kryesisht atyre që me origjinë nga bimët, kërkohet minimumi duke filluar me 3 deri në 4 milion euro një laborator. Dhe imagjinoni tani sikur në 7 laboratorë të investohet në këtë mënyrë dhe sa të aftë do jenë njerëzit që i përdorin këto pajisje. Problemi mund të zgjidhet problemet financiare, por nuk mund të zgjidhen problemet humane, sepse kërkojnë kohë të gjatë për të trajnuar dhe përgatitur njerëz të këtë fushë. Kjo është arsyeja që shpeshherë Autoriteti Kombëtar i Ushqimit nuk është në gjendje të vlerësojë rrezikun e pesticideve, sepse nuk bën matje, nuk është në gjendje të bëjë matje.